Qeveria shqiptare pretendon se fondet e programit IPARD mund të rikthehen brenda pak muajsh, por Komisioni Evropian i tha faktoje pikal se procedura me autoritetet shqiptare është ende në zhvillim dhe nuk ka një afat për rifillimin e programit. Me 9 mars, Ministri i Bujqësisë Andis Salla zhvilloi një vizitë zyrtare në Bruksel, ku u takua me drejtues të institucioneve evropiane për të diskutuar mbi fondet për bujqësinë shqiptare. Në një reagim në rrjetet sociale, ministri njoftoi takimin me drejtoreshën e përgjithshme të Drejtorisë së Bujqësisë në Komisionin Evropian, Elizabeth Werner. Një takim i frytshëm ku diskutuan mbi progresin e Shqipërisë në përthithjen e fondeve europiane për bujqësinë dhe zhvillimin rural, si dhe mbi hapat e mëtejshme për zbatimin efektiv të programit IPARD 3, shkruante Salla, duke shtuar se u vlerësua ecuria e vendit në përmbushjen e detyrimeve që lidhen me këtë program. Megjithatë, takimi u interpretua ndryshe në disa media. Një lajm i publikuar fillimisht nga një televizion kombëtar raportoi me burime nga Ministria e Bujqësisë se programi IPARD 3 po hynte në një fazë të re dhe se fondet për bujqësinë shqiptare pritet të rifillonin pas një pezullimi 3 vjeçar. Lajmi u shpërnda gjerësisht në media të tjera online. Por deklarata të tilla për rikthimin e shpejtë të fondeve nuk janë të reja.